Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sjellë qofte me peshk skumbri. Për këtë recetë na duhen 2 konserva me peshk skumbri, 2 patate të zjera, qepës lëno karota të grira ime, i kemi edhe në një tas, shtypim edhe 2 patate, hedhim edhe peshkun, 2-3 acunge të gatshme, 3 telpin hudhër, 1 kokë vezë, krip piper, fillojmë i përzej mirë bashk. Nëse keni pak melanose freskëtidhja, unë s'kisha në këtë rast, jo dha pak bukë të bluajtur, kisha bukë thekre. Formojmë brumin me top dhe i shtypim pak dhe i skuqim tigan me shumë pak vaj, i kthejmë nga të dy anët. Mbas janë skuqur, i vendosim në një pjatë, disa feta limoni, shoqërojeni me salcën që dëshironi dhe kur thot Eli çat hash, ti hash me sy. Shpresoj që ju pëlqej receta, ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.